12 qershor, ndihmo mos besimin tim. Sepse nëpërmjet hirit që më është dhënë, i them secili që është mes jush të mos mendoj më lart se sa duhet të mendoj, por të mendoj në mënyrë të përkohur, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Romakëve 12:3. Në kontekstin e këtij vargu, Pali është i shqetësuar që njerëzit po mendonin për veten më lart se sa duhet të mendonin. Kura e tij finale për këtë krenari është që të thotë se dhuntit frymërore jo vetëm që janë punë e hirit të lirë të Perëndisë në jetën tonë, por i tillë është edhe vetë besimi me të cilin ne i përdorim ato dhunti, sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Kjo do të thotë se ne na hiqet çdo arsye e mundshme për të mburur. Si mund të mburemi nëse edhe kualifikimi për marrjen e dhuntive është vetë dhuratë? Kjo e vërtet ka një ndikim të thellë në mënyrën se si lutemi. Jezusi na jep shembullin te Luka 22:31-32. Para se Pietri ta mohojë atë 3 herë, Jezusi i thot: Simon, Simon, ja, Satani ka kërkuar t'ju shosh ashtu siç shoshet gruri, por unë jam lutur për ty që besimi yt të mos mpaket, dhe ti, kur të kthehesh, forco vëllezërit e tu. Jezusi u lut që besimi i Pietrit të forcohej edhe përmes mëkatit të mohimit, sepse ai e di që Perëndia është ai që jep besim. Prandaj, edhe ne duhet të lutemi ashtu siç u lut Jezusi, për veten tonë dhe për të tjerët, që Perëndia të na e forcojë besimin ton. Kështu edhe babai me djalin epileptik klithi: Unë besoj o Zot, ndihmo mos besimin tim. Marku 9:24. Kjo është një lutje e mirë. Ajo pranon se pa Perëndin ne s'mund të besojmë ashtu si duhet të besojmë. Le të lutemi çdo ditë: O Zot, faleminderit për besimin tim. Zot, mbështete, forcoje, thelloje, mos lejo që të dështoj. Bëje besimin fuqinë e jetës time, që në gjithçka që të bëj, ti të marrësh lavdinë si dhuruesi i madh.